Miratohet së pari vendimi I cili përcakton masën, procedurat dhe rregullat për trajtimin ekonomik financiar për familjarët e punonjësve të policisë së shtetit, të cilët kanë humbur jetën për shkak të detyrës, si dhe për shpërblimi dhe mbështetjen që duhet të marrin të gjithë ato punonjës policie të cilët janë plagosur gjatë kryes së detyrës. Është një lajm I mirë për vetë faktin se në mënyrë shtërruese ky vendim trajton të gjithë elementet e nevojshëm, si nga ndihma e menjëhershme që jepet në rastet ndaj familjarëve të punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, e cila shkon deri në 10 paga mujore bruto të punonjësit të ndjerë, më pas me pensionin familjar suplementar që përfitohet nga familjarët e punonjësit të policisë dhe bursa të plota arsimore si për sistemin para universitar, ashtu edhe atë të lartë për fëmijët e punonjësve, si dhe gjithashtu punësimi me prioritet për familjarët e punonjësve të policisë të rënë në krye detyrës, por ajo çfarë është më e rëndësishme dhe që rregullohet në mënyrë shumë të detajuar përmes këtij vendimi është dhe banesat falas për familjarët duke përfshirë bashkëshortët dhe të miturit e punonjësve të rënë në krye detyrës, të cilët përfitojnë banesa të ndërtuara nga enti kombëtar I banesave apo ato që vijnë nga zbatimi I projekteve të monitoruar nga korporata investimeve shqiptare, si dhe banesa të cilat janë konfiskuar nga krimi organizuar dhe administrohen nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe konfiskuar. Kështu që kjo është një zgjidhje shumë e mirë, duke shfrytzuar të gjithë kapacitetet e nevojshme dhe hapësirat ligjore, përfshi dhe kthimin për qëllime shumë sociale